Thashe 13 vite unë kam lënë futbollin, do të thotë në moshën 43 vjeçore futbollit i kam dhënë fund me futsal, ndërsa në futboll të madh në moshën 39 vjeçore. So për fillim, për informim të gjithë shikuesve, tek ne në familjen Keqi është si tradit futbolli, pasi që edhe axhallorët kanë qenë, pastaj edhe baba, e më vonë në ndërkohë ka arritur edhe Sunoj vllai i madh, pastaj jemi edhe ne dy të tjerët, unë dhe Sedati. Futbollin kam filluar qysh në moshën 15 vjeçore, mirë po para futbollit unë kam luajtur ping-pong për 7 vite dhe kam arritur që të jem edhe kampion i Kosovës në konkurrencën e pionerëve. Mirë po duke parat sidomos në shkollën fillore, ku arsimtarët e edukatës fizike gjatë orëve të edukatës fizike, duke luajtur aty dhe më kanë thënë se unë duhet të shkoj dhe të vazhdoj për në futboll. Mirë po, të them ashtu, për njëherë nuk kam filluar, pas një viti e gjysmë, kam qenë duke u kthyer nga Shibeniku, ku ky ka qenë një rast dhe jam ndolur në Vinkovc. Ka qenë viti dikun 85-86, mos gabojm, ka qenë Dinamo Vinkovcit Prishtina. Dhe aty pas ndeshjes, kur jemi kthy për në shtëpi, unë kam ardhur me lojtarët e Prishtinës, e në atë kohë, pasi që Arbnurin Morinin edhe kemi si këshi aty, me shtëpia tha hajde ti me neve, dhe kam pasur si janë kushtet në futboll dhe çfarë janë. Dhe prej aty të nesërmën, pastaj Fadili Vokri Ndjer më ka thonë se duhet të vi në stadium të Prishtinës. Në atë kohë ka qenë trener Petar Dončić për Pioner, dhe lymna në ashtu 2 golla, të them, deri te mesi fushës, dikun peja tyne 10 golla, 7-8 i kom shënu vetë, dhe ai thot, mirë, thot, renditu anej, dhe Fadili shkën. Pastaj kthehem dhe unë nuk jam në atë listë fore. Nuk më fusin në atë listën që duhet të vazhdoj, dhe kthehem në shtëpi. Kur kthehena në shtëpi, ato një javë ditë e para, ka qenë pastaj një trener tjetër, ne kemi thonë Sheki, ashtu e kemi quajt gjithë, dhe futbollin e kam filluar në Rudnikin e Kishnicës, do të vitin 85-86, si një 15 vjeçore gjysmë, të them.